Në shënimin e 127 vjetorit të themelimit të lidhjes së shqiptare të Prizrenit, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka pritur sot në takim me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, pasi që kjo vizitë është në një ditë me rëndësi historike me që më 10 qershor të vitit 1878 nisi organizimi dhe themelimi i lidhjes së Prizrenit. I shoqëruar nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj, presidenti Begaj ka ecur në këmbë nga shtëpia Bardh deri në kompleksin lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku është takuar me qytetarët e Prizrenit dhe të trojeve shqiptare të cilët ishin mbledhur për të shënuar këtë përvjetor. Me këtë rast, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj ka theksuar rëndësinë historike të 10 qershorit, duke cilësuar këtë datë si më shumë se vetëm një përvjetor. Duke folur për figurat e ndritura të këtyre burrave të mëdhenj të lidhjes së Prizrenit, ata nuk kishin as mbështetje ndërkombëtare as resurse moderne, por kishin ndërgjegjen kombëtare dhe guximin për të vepruar. Por pyetja që duhet të bëjmë vetes sot në këtë 147 vjetor është: çfarë do të thotë sot lidhja e Prizrenit për ne? A do të mbesim vetëm në përkujtime fjalime, apo do ta shndrojmë atë frymë në veprim konkret për të ardhmen tonë? Sepse sot, ashtu si atëherë përballë kemi sfida të mëdha. Kërcënime ndaj identitetit tonë kombëtar përballë globalizimit, rrezikun e harresës historike për brezat e ri, mos kujdesin ndaj trashëgimisë tonë shpirtërore, kulturore dhe territoriale. Sot lidhja e Prizrenit na fton të jemi krenar për të kaluarën, por të jemi të përgjithshëm për të tashmen dhe vizionar për të ardhmen. Na fton të jemi faktor të zhvillimeve rajonale e jo vetëm spektator. Na kërkon të punojmë për bashkimin shpirtëror, kulturor dhe ekonomik të kombit. Na obligon të ndërtojmë një shoqëri që i ruan rënjet, por sheh larg, që i mbron vlerat, por ecë përpara. Një shoqëri ku bashkëpunimi si faktor determinues ekzistencial zëvendëson ndjenjen e vetëmjaftueshmërisë. Lidhja e Prizrenit nuk është vetëm kujtesë, por është busollë. Prizreni duhet të jetë vendi ku përfaqësuesit politik të shqiptarëve mblidhen jo vetëm në përvjetore, por për të krijuar vizion, strategji dhe për të dhënë frymë të re projektit kombëtar në kushte moderne. Dhe kjo barë mbi ne, institucionet, intelektualet, udhëheqësit lokale qendror, mbi çdo shqiptar që ndihen veten pjesë të këtij kombi. Prandaj sot nga Prizreni, zemra historike e kombit duhet të përcjell një mesazh të qartë. Le të mos jemi vetëm trashëgimtar të historisë, por të bëhemi autor të saj. Le të mbajmë gjallë lidhjen e Prizrenit, një ide në frymë dhe vepra. Le të bëjmë Prizrenin jo vetëm qendër të kujtesës kombëtare, por edhe piknisje të çdo projekti të madh mbarkombëtar. Në këtë përvjetor ishte i pranishëm edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me disa ministra dhe deputet të Republikës së Kosovës. Theksoi se viti pas viti jemi bashkuar në këtë vend për ta përkujtuar historinë e kësaj ngjarje madhore. Organizata Lidhja Shqiptare me selinë e Prizren është pika më kulmore lëvizjes dhe rilindjes kombëtare shqiptare. Lidhja Shqiptare e cila u themelua në Prizren në xhaminë e Bajrakut paraqet një lloj nyje ku përbashkohen të gjitha çështjet kyçe dhe temat qendrore të historisë moderne të shqiptarëve. Vet pas vitin çdo përvjetor, për çdo 10 qershor, ky log ku jemi mbledhur sot bashk na ka bashkuar për ta përkujtuar lidhjen dhe për të rigjallëruar nëpërmjet trashëgimisë së saj. Ne nuk e kemi ndryshuar kurrë thirrjen e kësaj ngjarje të përvitshme e cila thret lidhja është gjallë. Por përse është kaq e rëndësishme të ruhet dhe të kultivohet kujtimi për lidhjen e Prizrenit? Përse është kaq vendimtare në reflektimin tonë të themi se lidhja është gjallë? Po ju ofroj disa arsye, jo si autori tyre, por si mbështetës. Autorsinë e gjen nëpër vite në rezistencën shumë formshme të popullit tonë dhe në arritjet e shtetimit nga gjysma e kombit të mbetur jashtë
në fillim të shekullit të shkuar. Organizata Lidhja Shqiptare me Selin Prizren është pika më kulmore e lëvizjes së rilindjes kombëtare shqiptare. Ajo është rilindja kombëtare në akt politik. Lidhja Shqiptare, e cila u themelua këtu në Prizren në xhaminë e Bajrakut me 10 qershor 1878, paraqet një lloj nyje tek e cila përbashkohen të gjitha çështjet kyçe dhe temat qendrore të historisë moderne të shqiptarëve, dhe kjo si në kontekstin e brendshëm shqiptar, ashtu edhe në gjendjen e shoqërisë botërore të asaj kohe. E themi këtë nisur nga fakti që Lidhja Shqiptare u formua si organizatë politike e cila do të artikulonte vullnetin politik gjithë shqiptarëve, karshi vendimeve të Kongresit përkatësisht Traktatit të Berlinit. Lidhja do të jepte zë mendimit politik të samifrashit dhe të pashkovosës. Gjatë fjalës së tij, Bega i theksoi se lidhja e Prizrenit na bashkon të gjithëve dhe shtoi se historia nuk mësohet vetëm në libra, por edhe duke vizituar vendet ku kanë ndodhur ngjarjet historike. 10 qershori 1878 nuk ishte thjesht një mbledhje e prizve shqiptar. Ajo ishte shprehje e krenarisë dhe përkatësisë dhe vetdijes europiane të një populli me histori të lashtë, kulturë unike, e me vullnet politik për të vendosur vetë mbi fatet e tij. Të dashur vëllezër, ne sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të kujtuar një datë në histori, por edhe për të nderuar një ëndër, një zgjim, një zë të fuqishëm që doli nga zemra e kombit tonë. Ky përkujtim i sotshëm është një akt kujtese, akt reflektimi dhe frymëzimi për të gjithë ne. Ai është gjithashtu edhe një akt edukimi kombëtar. Lidhja e Prizrenit shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e shqiptarëve. Ishte lëvizja e parë e madhe e organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake që prej kohës së Skënderbeut. Në atë kohë, kur fuqitë ballkanike po përgatitishin të ndanin territoret shqiptare, burrat e dheut nga të gjitha anët e Shqipërisë etnike u mblodhen në Prizren për të ngritur zërin e kombit tonë. Ata nuk kishin fuqi të mëdha pas vetes, por ata kishin guximin, kishin vullnetin dhe besimin për të mbrojtur të drejtën e tyre për ekzistencë, për gjuhë dhe territor. Kishin dashuri për këtë vend, kishin dashuri për Shqipërinë, kishin dashuri për shqiptarinë. Derisa me një kombëtesë shkencore është paraqitur profesor Selim Bezeraj, ku tha se më 10 qershor 1878 Prizrenin e kishte mbuluar pamja e një feste të jashtëzakonshme në rrugët e qytetit. Me 10 qershor 1878 Prizrenin e kishte mbuluar pamja e një feste të jashtëzakonshme në rrugët e qytetit. Krahas banorëve të përhershëm kanë qarkulluar me qindra mysafir, të cilët ishin të veshur me petkat e larmishme të krahinës së vet nga vinin dhe secili i ngjeshur me armë në krah dhe me jatagana ose kobure në brez. Megjithatë, prapa këtij manifesti popullor vazhdonin të zhvilloheshin debate politike midis përfaqësuesve, të cilët ishin mbledhur këtu në Prizren. Burimet historike vërtetojnë se lidhja shqiptare e Prizrenit u themelua nga kuvendi i përgjithshëm dhe se ajo lindi në valin e një lufte politike të zjarrt. Lidhja shqiptare e Prizrenit përfaqëson një monument themelor në historinë e nacionalizmit shqiptar, duke shërbyer si një pikë kthese në ndërtimin e një identiteti kolektiv kombëtar. Prezenca e presidentit të Shqipërisë Behar Begaj sot dhe kësaj feste të 147 me radhë ka dhënë një shije madhështore edhe me prezencën e ambasadorit të Shqipërisë Petrit Mala bashkë me kryekonsullin Xhelal Dogan, generali i FSK-s Enver Cikaçi, ai policisë Faton Aliaj, nënkryetari Kujtim Gashi, kryesuesja Antikona Bytyqi, pastaj përfaqësues të luginës së Preshevës Bujanovcit dhe mysafir të shumt. Dhe në fund u interpretuan këngë korale dhe pika të tjera artistike nga shoqëria kulturore artistike Agimi.